Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Selvia niset drejt Italisë. Selvia Jau, bashkëshorte e artistit të ndjerë Shpat Kasapi, ka ndarë sot me ndjekësit e saj një moment shumë prekës në rrjetet sociale. Ajo është nisur drejt Italisë, e shoqëruar vetëm nga djali i tyre Roeli, duke bërë të ditur dhimbjen e madhe që mbart për humbjen e bashkëshortit. Përmes një story ku shfaqeshin biletat e avionit me destinacion Milano për datën e 14 dhjetorit, Selvia ka shkruar: "Sot do doja më shumë se gjithçka të kisha edhe biletën tënde në dorë, duke shoqëruar imazhin me këngën e Shpatit, Kujtime më ka lënë. Ky udhëtim ka një ngarkesë emocionale të veçantë për familjen, pasi vetëm pak javë më parë Shpat Kasapi ndërroi jetë tragjikisht në Itali, aty ku dha frymën e fundit. Burime pranë familjes bëjnë me dije se udhëtimi drejt Italisë ishte i lidhur me vizitat dhe trajtimet për djalin e vogël Roelin.